jetojmë në situata kështu kreativiteti, domethënë. Vazhdimisht ne rikrijojmë dhe krijojmë, edhe kreativiteti vlerësohet, edhe kjo situatë ishte një situatë shumë kreative, përparasysh e denjë për skenar filmi. Po Marga, po ne ata para një 2 javësh të premtojnë që janë të gjithë të sigurt. Kemi marrë masa, doli ministri, premtoi, tha kemi marrë masa, çdo gjë e sigurt, çdo gjë në rregull. Po ky është protokolli që ka pas në mendje ministri, po nuk e di në realitet ishte protokoll tjetër në këtë. Kush i komandon burgjet valla, se s'po marrim. Shiko, tani të dalim dhe për te shakaz, domethënë. Natyrisht që ka protokoll. Dhe keni manualet e procedurave dhe të sigurisë në çdo burg, i cili natyrisht që ato mbështeten në ligj. Marga, ato që mbahen tani. Se thuhet që telefoni nuk lejohet në burg, ndërkohë që janë gjithë me telefona. Po jo, ju e dini 2 ditë mbasi ndodhi ajo, të dilnin video nga një burg tjetër, i një të burgosur, i cili për 7 palë qefe në media sociale postonte video më shumë se ne njerëzit e lirë nga burgu. 2 ditë mbasi të ndodhi kjo ngjarje që ti. Po ajo që desha të thosha unë është që ligji siç parashikon të drejtat, është ligji i vitit 2021, më duket numër 78, më thuaj prokuror nëse kam gabim. Ajo pas ligji aty merret me të drejtat e të burgosurve dhe të paraburgosurve. Sepse pati diskutime që shikosa ai pati një të drejtë e çua në spital se këtu fillon historia dhe pas kësaj nuk u zbatuan protokollet e sigurisë dhe ai iku atje ku iku. Çështja është që ligji përveç se njeh të drejtat e të burgosurve dhe para burgosurve, gjithashtu ka në nenin 8 edhe përjashtimet e veta, të cilat kufizojnë këto të drejta dhe liritë të burgosurve për shkak të nivelit të sigurisë dhe të rrezikshmërisë që ka një i burgosur. Dhe në rastin konkret për mua, duhet që masat e sigurisë për atë të ishin të një niveli të veçantë për shkak të rrezikshmërisë që kishte, veprave penale për cilat e ishte akuzuar e tjera. Nëse ne flasim për protokoll, sa kollajsh ta shikojmë se si u bë arrestimi i drejtorit burgut. I shoqëruar me pranga. Pra kur duhet që të zbatohet ligji, pra nuk është thjesht mungesë e ligjit e procedurës. Jo, nuk është fare, nuk është zbatohet. Kjo shkon përtej kësaj. Kush nuk e zbaton dhe pse nuk e zbaton? Atë po themi, pra në rastin e di. Më shpjegoni gjithë çka kuptimi ka. Që ai që deri dje të shikonte brenda në burg, të shikon nga brenda burgut tani. Do me dhe ma shpjegon do qa logjike. Prandaj dhe ligji ka parashikuar dhe përjashtime në të drejta dhe kufizim të tyre pikërisht sepse kemi raste. Por çështja është që ne nuk duam t'i zbatojmë këto që shkruajmë nëpër letra. Në rastin e tij nuk është për mua, nuk është zbatuar asnjë lloj protokolli sigurie, sepse fillon pak më herët në rastin e tij. Po. Dakord, po në rastin kur ka shkuar në spital atje. Ai është fundi. Të shkosh atje dhe të lënë me një person i cili më fal, kishte edhe një bark të madh i cili me zi vraponte të kapte atë. Dhe vetëm ajo, po makina jashtë e priste. Po të gjitha, pra të gjitha. Ishte një skenari mirë, të gjitha. Fillon pak më herë.